të thyer, tranzicionet ishin pjesë e taktikës së Belgjikës, por nuk arritën dot që të kishin një pas final të qartë dhe konkret. Kishin momente shumë të mira, kur edhe fusha ishte e lirë, ku mund bënën më mirë dhe mund shkonin shënonin, por me një lojtar të Spanjës nuk arrinin dot. E vura re dhe tek ndeshja e vura re dhe tek ndeshja, pra ekipet tashmë luajnë, po themi dalin me mbrojtësin në gjysmë fushën kundërshtare. Me mbrojtësin e krahut. Edhe me dy mbrojtësa qendror. Pra, Franca sot ishte në mesin e fushës me dy mbrojtësa. Më falë, Spanja. Spanja, se e kisha përmendje edhe Francën dje, sepse doja ta përmendja si pjesë të taktikës. Është shumë e frikshme se si këto ekipe kanë guximin të dalin, po themi, në blok, në 3-4 të ekipit kundërshtar. Duhet një top i gjatë mba shpine, pra ka dhe një, po themi, ka dhe shumë metra. Nëse ke një sulmues të shpejt, me një top mba shpina apo me një top në lartësi, mund të azësh kundërshtarin në befasi, dhe këto ekipe kanë aq shumë guxim dhe janë aq shumë mirë të përgatitura sa nuk i tremben asnjë skenari. E qartë, të doli parashikimi Linda, 2-1. Që janë shumë mirë parashikimet. Ke gjetur dhe parashikimet të tjera të ndeshjeve apo? Në fakt kam një parashikim tjetër që për mendimin tim do fitoj Norvegjia, edhe pse e thonë që Anglia ka një skuadër shumë potente, me shumë kualitet, kështu që për mendimin tim do fitoj Norvegjia 2-0 me 2 gola të Haaland. Gola të Haaland. Për pakën një. Me 2. Jo se në rreth mesin. Do mesin Haalandin direkt. E shitet Haalandi pas kësaj. Del me low cost pastaj. Me kostën të lartë. Gjithsesi, France-Spanjë besoj se është finalja e vërtet e këtij botrorit. Domethënë, nuk ka ekipe më të mira nga ana e përgatitjes fizike, janë aty, dhe nëse do ketë një ekip që ndalon Francën, është vetëm Spanja. Kjo vlen për të dyja, dhe nëse do ketë një ekip që ndalon Spanjën është Franca. Jo,